Shkodra u trondit nga një tjetër shpërthim me tritol, ngjarje që u regjistrua rreth orës 11:35 minuta në lagjen Ndocmazi, rruga Arra e Madhe. Shënjestër e këtij atentati mësohet se ka qenë shtetasi Enea Buzukja, punonjës i drejtorisë së përgjithshme të tatimeve në Shkodër, hetimi tatimor. Ky i fundit, sapo ka ndezur automjetin e tij, ka shpërthyer sasi e lëndës plasëse. Siç shihet edhe nga pamjet, nga shpërthimi është dëmtuar një çepen i një dyqani, makina dhe një motor që ndodheshin në zonë. Sipas njoftimit të policisë së Shkodrës, 38 vjeçari mori lëndime dhe u dërgua në spitalin rajonal të Shkodrës, ku ndodhet jashtë rreziku për jetën. Buzukja ka një plag në dorë. Rreth një orë pas kësaj ngjarje, policia e Shkodrës është njoftuar se një automjet i djegur është gjetur në fshatin Dragoç në njësinë administrative të Posribës, që mendohet se u përket autorëve të dyshuar të shpërthimit me tritol. Automjeti tip Volkswagen u gjeti shkrumbuar nga policia dhe grupi hetimor nisi punën për të bërë identifikimin e saj. Forca të shumta të policisë, me në krye drejtorin e drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës, Gentian Berberi, u gjendën në zonë ku nisën hetimet për të zbardhur rrethanet e shkaqet e kësaj ngjarje. Si provë materiale për policinë, do të shërbejnë edhe kamerat e sigurisë në zonë, 2 prej të cilave duket se kanë filmuar të plot ngjarjen dhe pritet të jenë një ndihmë për të bërë të mundur identifikimin dhe kapjen e autorëve. Policia pritet të marrë gjithashtu në pyetje 38 vjeçarin Buzukja, nëse ky i fundit ka patur konflikte me njëri apo ndonjë kërcënim që mund të ketë sjellë edhe vendosjen e lëndës plasëse. Hetimet e para të policisë dhe dyshimet për këtë ngjarje lidhen me detyrën që mban Buzukja në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, ku ai mban detyrën e specialistit të monitorimit në terren për rajonin e Veriut. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po kryen tashmë veprimet për zbardhjen e rrethanave të rastit, identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve.